mbushen e stërmbushen tavolinat, sofra tona, rakije, alkohol, duke e nënçmu dhe duke e poshtru një nga simbolet më të mira edhe më të arta të traditës shqiptare edhe islame që është sofra. E keni po atë traditën e mrapsht, kur në një moment në dorësma tona vije sofra dhe për marak të Zotit qohmi na dhe afrohemi rreth sofrës, e kujtojmë një traditë se bovakia me vjetë tëra nuk kemi unë në sofër, po pa prit pa kujtu aty vjen shërbimi edhe mushet sofra e muslimonit, e shpijes të muslimonit edhe të muslimonës, mushet plot alkohol. Edhe aty një prej prezent për me kallëzu gjëja vetën se kush jam une, nashta kërkoj ndjesë dhe kërkoj folje, po me kallëzu nivelin e lartë të budallakijes shumë të madhe, e merr aty një shish me alkohol edhe i mshën sofrës. Ajo veç gëzim edhe aheng edhe dorsum e muslimonit shqiptar nuk është. Gjithë shka tjetër mundet me konë. Gjithë shka tjetër mund me konë. Veç shprehje e gëzimit shqiptarit musliman nuk është. Po a kërkush po pajtohemi me këto? Po hajdo vllaznit i thojna jo, praktikisht ta nolum këtë gjohë. Dhe gjëja e porë që unë e luz vetën e familje tona